Edhe në legjislacionet më përparshme, alkooli, vera është ndaluar. Është e pamundur që Zoti ma silli profet në tokë që thotë lejohet me pi me ude. Absolutisht. Pra, ne kemi diçka që themi, pavarësisht se pejgamberët e Zotit, domethënë kanë pas ligje të ndryshme, por kanë ardhur me të njëjtat parime. Pra, kur themi ne objektivat e fesë, janë objektivat e fesë që erdhi me to Ibrahimi a.s., që erdhi me to Nuh a.s., Ibrahimi a.s., Musa a.s., Isa a.s. dhe pejgamberi a.s. Është një fe. Thjesht këta njerëz kanë ardhur në kohë të ndryshme dhe kanë ardhur njëri mbas tjetrit, dhe gjithsesi dogma thelbi është i njëjtë. Absolutisht. Kështu që normat e adhurimit dhe objektivat janë të njëjtë tek gjithë. Pa unë për veten time nuk e besoj kurrë dhe nuk mund ta mendoj kurrë që tjetë ligjëruar më përpara, përveç se nëse do të më jepë ndonjë argument nga libri i Zotit ose nga suneti e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pasi unë besoj se autentik gjë nuk ka në tokë përveç librit të Zotit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që mund të analizohet një gjë.